Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar miq të emisionit Rruga drejt Allahut, takojmë përsëri në emisionin e radhës. Sot do të flasim për tauhidin. A është tauhidi vepra më e mirë, vepra më e rëndësishme në jetën e besimtarit? Kemi thënë se në jetë besimtari është në një betejë të vazhdueshme. Ai është në betejë me të këqijat dhe shejtanin. Si duhet të fitojë njeriu në këtë betejë? A është tauhidi arma më e fortë që ka besimtari në këtë betejë? Nëse e ka të fortë dritën e kësaj arme, si ndikon ajo në këtë betejë? Çfarë ndikimi ka tauhidi në jetën e besimtarit? Çfarë ndodh me shejtanin kur humbet në këtë betejë përballë tauhidit? Tauhidi është sekreti i gjithë besimtarit në lumturinë e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Tauhidi është vepra më e mirë, mbi të cilën pasqyrohen të gjitha veprat e tjera. Këto pyetje dhe shumë pyetje të tjera, menjëherë mbas përshkrimit poetik, si zakonisht të motrës tonë të nderuar dhe me leximin nga vllai dhe kolegu jon i dashur Bujar Isma, kthehemi në studio për të vazhduar bisedën me hoxhën tonë të nderuar Enis Rama. Sytë e ballit, të zemrës e të shpirtit, tashmë unifikohen në një, duke parë me urtësinë e ligjeve të krijuesit. Me njësimin e Zotit, ti bëhesh palë me të gjithë pushtetshmin, mëshiruesin, të urtin Allah, i cili i falë robit të tij veç se qetësi, sepse për njeriu marrin kuptim jeta dhe vdekja, e mira dhe e keqja, sprova dhe rehatia, mirësia dhe ligësia e njerëzve, vetëm atëherë kur beson dhe adhuron Allahun. I gjithë universi ecën dhe noton në një kaje, atë të bindjes absolute të Zotit të vetëm. Tashmë o besimtar, edhe ti je pjesë e kësaj krijese gjigante, që i bindet ligjësisë absolute të krijuesit të saj. E si të mos jesh i fortë, krenar, i drejtë, i përulur, i pa epur, rezistent ndaj çdo të papriture, kur e di se nëse ti je me Allahun, edhe ai është me ty. Jeta jote, kur hap sytë dhe zgjohesh, është kënaqje me përmendjen e Zotit, dëshirë në përqendrimin e ligjeve të tij. Kur je mes njerëzish, në punë, në shkollë, në udhëtim, në shijimin e një peizazhi të bukur, në martesën tënde, në vdekjen e një të afërmi, në lehtësimin nga brenga, në kiamin, rukun dhe sejdën tënde, në selamin e dhënë të tjerve, në ardhjen në jetë të fëmijës, në uragane e tërmete, zemra, gjuha dhe trupi yt janë gjithmonë me Allahun. E si të mos jetë kështu, kur ti nuk ishe, por Allahu të solli në këtë jetë, dhe të nderoj të jesh robi krijuesit dhe jo i krijesave. Njësimi i Zotit është oksigjeni i trupit. A mund të jetoj njeriu pa ajër? Truri, zemra dhe organet do të shuheshin njëra pas tjetrës deri në vdekje të plotë. Kështu edhe besimi është esenca e jetës. Është dielli i cili ngroh çdo qelizë, e cila do të ngurtësohej e do ta klapiste errësira. Besimi e ripërtrin besimtarin ashtu si fotosinteza bimën. Njësimi i Allahut është me hlemi i shpallur në mbar njerëzin, që ungjall ai që e piu dhe qëndroi i vdekur mes të gjallëve ai që e shpërfilli. Ky element i patjetërsueshëm në jetën e besimtarit përpunon karakterin, vlerat dhe nderin e tij, duke ngritur lart deri në kupat qiellore të pakonceptueshme për ne njerëzorët. Jeta në njësimin e Allahut do të thot pastrim dhe fisnikrim i njeriut, sepse lidhja me Zotin e vetëm, të gjithdijshëm, dëgjuesin dhe shikuesin gjithëpërfshirës, instalon tek besimtari një sistem të ri vlerash dhe sjelljesh, të cilat burojnë nga zemra dhe rrënjët i kanë në qiell. Kur njeriu ushqehet me ushqimet më të mira, edhe edukohet nga edukatori më i urtë, më i ditur e më fisnik mbi tokë, rezultati i tij do të jetë pasqyrimi i brendësisë që ka fituar nga këto mirësi.
Hoxh mirë se erdhët. Allah ju nderoft. Amin. Kemi folur disa herë në emisionet tona herët e fundit dhe kemi folur për veprën e mirë. E thamë është shumë e rëndësishme që njeriu të jetë i lumtur dhe është gjë dhe pasuria më e shtrenjtë që mund të ketë njeriu në këtë botë. Por nuk e gjë lumturin siç duhet. Ne mundur t'ja shpjegojmë se si arrit lumturia e vërtet për besimtarin. Nëse sot doja ta nisë pyetje, më thënë, cila është vepër e cila më thënë është shumë e rëndësishme për të qenë i lumtur besimtari. Fillimisht, lloj nderuar, të flasësh për këtë temë, me të vërtetë është një temë që mendoj kur njerëzimi nuk ka pas nevojë më tepër, sigurisht që kemi cikën të kaluar. Ajo që duhet ta theksojmë në këtë fillim është se çdo vepër që besimtari me të Allahun e adhuron, duhet ta di se ajo është përbën vetën e saj, kënaqësi, lumturi, burimi qetësisë, nga se kështu Allahu xhallahu ala i ka cilësuar veprat që robi me to i afrohet Allahut azza xal. Mirë, po në kuadër të kësaj, padyshim se dallojmë mes vetë, nuk janë të njëjta, padyshim, janë me ndikim të ndryshëm në zemrën e besimtarit. Ajo që duhet fillojmë me të fillimisht, që nuk duhet anashkaluar, duhet ta kuptojmë është tauhidi. Ai që njësi tauhid, njësmëria e Allahut azza xal. Dhe tema e parë dhe burimi esencial për qetësinë shpirtërore, për lumturinë e njerëzimit është të besuarit e drejtë në Allahun xhallahu ala. Ka se kështu Allahu xhallahu ala ka cilësuar besimin se është qetësim shpirtëror. Është një lloj sigurie që besimtari e ndjen në vetën e tij dhe është një siguri për shoqërinë. Sikur që kishte thënë Ibrahimi alayhis salam, "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Ata të cilët ka besuar në Allahun azza xal dhe nuk e njollasën dhe nuk e mveshën këtë besim me ndonjë nga njollat e padrejtisë, që në këtë rast është edhe mosbesimi, të tillë do të takon siguria. Dhe siguria dhe lumturia janë të lidhura mes vete. Njeriu ku nuk është i sigurt, nuk mund të jetë i lumtur. Njeriu ku nuk është i sigurt, nuk mund të jetë i qetë. Njeriu ku nuk është i sigurt, nuk mund të jetë i disponuar. Andaj Allahu xhallahu ala garanton se përmes besimit sigurohet lumturia, sigurohet paqja dhe qetësia dhe lumturia. Dhe pastaj tha, ulaika lahumul amn, atyre të takon siguria, wa hum muhtadun, dhe janë të udhëzuar. Andaj edhe njeriu kur e din rrugën e drejtë, e din orientimin, është i sigurt nga devijimet, edhe kjo është një burim i lumturisë dhe i kënaqësisë së tij. Andaj me një fjalë thënë se ajo me çfarë duhet të fillojmë ne është tauhidi. Tauhidi. A konsiderohet tauhidi vepër e mirë, Hoxh? Se shumë për njerëzve konsiderojnë thënë besimi është në vetë dhe besimi si vepra. Jo, ne kemi në kaluar se besimi në kupton fjalën dhe veprën. Po. Ndërsa tash kësaj radhë më duhet për tauhidin. Tauhidi është njëshmëria e Allahut azza xal. Të besosh drejt në Allahun te bareke ve taala. Besim i cili fillimisht të qartëson ty pamjen e besimit. Dikush mund të thotë pse ka mundsi dikush të beson dhe mos ta ketë qartë çfarë beson. Po. Për shembull, kemi sot besime të ndryshme që njerëzit besojnë to, por nuk e kanë të qartë çfarë besojnë. Edhe besimi i tyre më tepër i natyrës së pasimit të verbër, i një nënshtrimit të detyrueshëm, e jo i një bindje që ushqen zemrën dhe logjikën dhe arsyen. Andaj, për shembull, Triniteti, që është bazë e besimit tek krishterët. Po. Ende nuk është arritur deri më sot që të sqarohet realisht raporti mes tri qenjeve të përmendura në Trinitet. Ati, do të thotë i Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Nuk dihet pozicionin këtyre. Ata quhen femër ateiste, ndërsa thelbi i besimit të tyre është Triniteti. Dhe kjo është thelb tek ata. Tash, cili është Zoti realisht? A është i Ati, është i Biri apo është Shpirti i Shenjtë? Dhe ata këtu kanë një pafuqi për ta sqaruar. Dhe duke u nisur nga kjo paqartësi, vrem mbrapsje të madhe në rrafshin fetar në Evropë, nga se nuk kanë arritur t'u sqarojnë njerëzve besimin. Dhe duke qenë i paqartë, nuk mund të jetë burimi i lumturisë dhe i qetësisë dhe i sigurisë. Nga se nëse baza është kaq e paqartë, çfarë të bëjmë për tira qera pastaj? Në Islam është tërës e qartë. Dihet hyjnoreja dhe dihet njerëzoreja. Dallimi me tyre. Dhe çdo tentativë për të përzier mes hyjnorës dhe njerëzorës konsiderohet shkelje e rëndë në shariat. Madje shpeshherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tërheqte vërejtin dhe vëmendjen duke na thënë se la tatruni, mos e tepron lavdrim ndaj meje, mos më ngritni,
mos më adhuroni, mos më barazoni me Zotin e kështu me radhë. E pse i konsiderohet figura më e respektuar në Islam për neve, në rrafshin njerëzor. Por megjithatë, Ne nuk e nuk absolutisht. Pse kemi këtë të qartë, e dim çka është e Zotit, e dim çfarë i takon Zotit dhe e dim si duhet të sillim me Zotin. Dhe e dim si ta respektojmë pastaj edhe njeriu duke mos e shkelur kufin e hyjnores. Këtë nuk e gjen të tjerët. Të tjerët për shembull, në emër të respektit për dikën kanë të kaluar kufit e njerëzorës. Respektimin që kanë bërë. Po, e kanë tepruar në lavdrim dhe nga ky lavdrim i tepruar kanë filluar që t'u japin ngjyrë hyjnor. Dhe në momentin kur njeriu është ngjyrosur me ngjyrë hyjnore, ka humbur qartësia e besimit. Nga se ka humbur vija e qartë ku fillon dhe mbaron hyjnora dhe njerëzorja. Andaj nga humbja e këtij qartësimi, thash, ka humbur dhe mundësia që të jetë burim i lumturisë dhe i sigurisë. Nga se njeriu mund të beson në aspekt jashtë, mund të shtirret, por ai realisht nuk është i qetë nga brenda. Ndërsa tek ne si musliman, kjo është shumë e qartë. Andaj duke qenë e tillë, thash është burim i lumturisë dhe burim i sigurisë dhe i qetësisë. Andaj padyshim se është vepër e mirë, jo vetëm që është vepër e mirë, por është vepra kryesore. Nga cilën varen pastaj të gjitha veprat e tjera. Atë futemi në rëndësia që ka kjo vepër, meqenëse që ka kryesorja, atë çfarë rëndësi ka ajo në jetën tonë të përditshme. Fillimisht duhet ta dimë vëllai nderuar, se pa tauhid të pastër nuk mund të ketë vepra të pastërta. Nga sigurisht që kemi cek në emisionin e kaluar. Një vepër për të qenë e mirë duhet të plotësojë dy kushte, apo? Po, kemi thënë. Kushti i parë, sinqeriteti. Kjo është besimi. Të jetë për hir të Allahut azza xal. Nëse tauhidi nuk është i pastër, nuk mund të jetë për hir të Allahut. Është e pamundshme. Për shembull, njerëz që adhurojnë tyrbe, varreza. Faktikisht, siç folëm për Trinitetin, kemi edhe njerëz që pretendojnë që janë muslimanë, por adhurojnë varret. Po, padyshim. Tash këta sa mund të jenë të sinqert në momentin kur ata dëshirojnë që të dërgojnë vepra tek Zoti i tyre përmes të vdekurit. Këta që në start gjykohen me dështim. Gjykohen me mospremtim të veprës, nga se nuk është sinqert. Andaj tauhidi është vepra, jo vepra, po mund të themi tauhidi është legjitimuesi i veprave. Nëse ai nuk ekziston ose është rënohet vepra. Rënohet vepra. Andaj Allah xhallahu ala në ajetin sipas Ibn Mes'udit radhiyallahu anhu, në ajetin më të frekshëm, nëse kështu mund të shprehemi kushtimisht në Kur'an, kur e kam pyetur cili është ajeti që më tepër me të frikson ty. Frikë pozitive, frikë jo që të krijosit. Po jo që të traumatizon ty, po që me të vërtetë të bën që ti jesh më i kujdesshëm. A din çfarë tha Ibn Mes'udi? Tha ajeti e fundit të surës Kahf. Ja sallallahu xhallahu ala çfarë tha? Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. A dëshiron të lajmëroj unë ty për ata që kanë dështuar në veprat e tyre, për më të dështuarit. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ata që mundin këtë botë u shkoj hoq, Allah na ruaj. Amin. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nësa ata vazhdimisht mendonin se janë duke bërë vepra të mira. Shiko sa shumë lidhet kjo ajet me temën tonë. Allahu thot pastaj dhalika jazaohum jahannamu bima kafaru. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Kjo është për shkak se u takon tyre xhehenemi për shkak se mohuan. Fillimisht Allah fillon me mohimin. Apo andaj shkaku i rënimit të veprave të tyre. Shkaku i mos të shndruarit në vepër të mirë, aktiviteti i tyre është fillimisht bima kafaru. Gjasa ata mohuan. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Dhe u tallën, nuk i marrën përsërisht argumentet, faktet që me të erdhën pejgamberi të Allahut azza. Dhe pejgamberi të Allahut qartë ju thanë, pa besim nuk ka vepër të mirë. Pa besim të pastër në Allah xhallahu ala nuk mund të ketë vepër të pastërt, nuk mund të ketë vepër të mirë. Andaj mjafton kjo për shkak për ta kuptuar se sa është i rëndësishëm tauhidi, se çdo vepër në hijen e tij bëhet e mirë. Çdo vepër në mungesën e tij rënohet dhe shndrohet në jo të mirë. Do të thonë varen të gjitha veprat varen nga besimi. Jo pa qim ndoshta kanë thënë dietarë kanë cilësuar si armë besimtarit thotë? Po, ajo është armë, sikur që përmendë Allahu nderuar, Allahu shpërbleft, rëndësia e dytë e të dytë është se është armë. Me të besimtari lufton të gjitha sfidat.
Për shembull, e patëm shqetësim ndërkombëtar ishte, apo fatkeqësisht 21 dhjetori. Po. Apo a do të bëhet kiameti, nuk do të bëhet kiameti. Ne ishim të sigurt. Vallai po. Ishim shumë qetë. As një thërmi nuk u shqetësuam për këtë çështje. Për çfarë arsye? Penganën këtë guxim. Për nga këtë qëtësim, se ishim më dishëm se tjerët, jo për këtë arsye. Por ishim me besim më të pasë të tjerët. Apo, andaj, në kësaj radhe, besimi është arma jonë që ne e shpartaluam këtë sfidë. Ne e shpartaluam këtë gënjeshtër, me bindje. Plot. Po, edhe unë me plot gojë u thoja të gjithë aty që telefononin, hoxha ka diçka, them, nuk ka asgjë, fleni rahat. Po ka, unë nuk e di të fshatën. As nuk e pretendoj këtë. Por besimi jem në Allah xhallahu ala, me kuptu se kështu nuk duhet kiameti. As nuk duhet këtë ditë, nuk mund të dinë askush. A shikoj çfarë armë e fuqishme? Kur të gjithë janë poshtur. Janë poshtur shtete fatkeqësisht. Edhe pse janë më të fuqishëm se ne materialisht, janë më të fuqishëm se ne ushtarakisht, por mungesa e besimit i bëri të dobët. Ai sa shiten shumë gjëra. Po, në shembull konkret, armë do të thotë e fuqishme për të luftuar të gjitha dilemat, dyshimet që sillen vërdall njeriu, zemrës së tij, për ta mposhtur, për ta gjinzuar, për ta traumatizuar e kështu me radhë. Gjithashtu edhe është armë për mposhtjen e epshit. Po njeriu nga një gjendje përballë provave të ndryshme, te epshi çfarë do të qoftë ato? Nuk është vetëm përballë gjendjes tjetër, por edhe epshi i autoritetit. Apo egoja e njeriu nuk ka armë fuqishme për të mposhtur të gjitha këto anë të errëta të njeriu sesa besimi në Allahun azh. Tauhidi i di këtë gjitha këto. Sikur që ndodhi me Jusufin alayhis salam, Allahu xhallahu ala përmend sa ai shpëtoi nga një telazh, nga një sfidë e madhe vëllai nderuar. Nuk është lehtë që dikush ta mbyll derën, të jetë në formën çfarë ishte ajo, në pozitë që ishte ajo dhe të refuzon njeriu. Nuk është. Po dyshim. Jusufi alayhis salam refuzoi dhe Allahu xhallahu ala kur përmendi shkakun e shpëtimit të Jusufit alayhis salam tha ishte nga robët tonë sinqert. Apo besim mbrojtje. Tauhidi mbrojtje apo. Nga sa i tha ma'adha Allah, ta zoti mos e bëft, Allahu na ruaj. Andaj në këtë moment ai aktivizoi besimin e tij. Po besimin e tij. Edhe në kodër të kësaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se 7 persona që Allahu do t'i futin hinë e tij atë ditë kur nuk ka jetë tjetër posi se Allahu xhallahu ala, çdo është një njeri që ka ftuar një grua e bukur me pozitë, me para, e fton për amërtet dhe ai çfarë thot? Më vije turp ose thot kam frikë se mos po më humb karriera, jo. Thot inni yakhafullah. Ja kam frikën e Allahut azh. E aktivizon tauhidin këtë rast, se frika ndaj Allahut është fryt i tauhidit. Andaj ai aktivizon tauhidin si armë apo për ta mbrojtur vetën e tij nga ky sulm që ballavoqet me të. Pastaj gjithashtu armë kundër shejtanit. Shejtani na sulmon nga gjitha anët. Po, ne nuk e shohim. Ne nuk e shohim ne atë. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka mësuar, duke thënë se thuj bismillah. Thuj la ilaha illallah. Do të thotë shumë dua, madje hadithi i njohur i Ebu Hurerës që shejtani e kishte mësuar. Po. Thuaj Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Thuaj atë kursin. Dhe tër natën do ta kesh një kujdestar që të ruan ty deri në mëngjes nga shejtani i mallkuar. Ai e dëshmoi këtë vetë. E pranoi se kjo është armë e fuqishme kundër tyre. Muhamedi sallallahu ja konfirmoi dha sadaqaka wa huwa kadhub. Po ai realisht është gënjeshtar, por kësaj radhe ja ka qelluar. E ka folë të vërtetën. Dhe shejtani u nënshtruha përpara këtij besimtarit për treguar një të vërtetë që ishte shumë e hidhur për të. Për shejtanin. Mirë, po kjo e vërtet përmbajtja se çfarë është? Tauhidi. Allahu la ilaha illa hu. Ai cili merrte i vetëm të adhurohet e kështu me radhë. E tër ajetul kursi është përmbajtja e tauhidit. Andaj nuk mund ta mposhtim shejtanin, nuk mund ta mposhtim epshin, nuk mund të rezistojmë dyshimeve, dilemave të ndryshme përveçse me besim të pastër. Dhe sa të ngadhnim në këtë betejë, ndijm kënaqësi. Për ato lënduri të papar, të pashuar më herët, nga se sikur që njeriu i cili ngadhnin betejë pas betejë apo që ndihet krenar dhe ndihet i lumtur, çfarë edhe ne. Mirë, ne si njerëz jemi njerëz gjunafçar. Edhe gaboj. Edhe i bie që tauhidi këtu nuk ka funksionuar siç duhet. Kur gabojmë? Po.
Ibn Qayyim rahimahullah përmend se çdo mëkat që njeriu e bën është pasojë e zbehjes së tauhidit. Nga se po të kishte tauhid të fuqishëm në zemrat tona, apo do të zbehen në masë të madhe mundësia për të bërë mëkat. Ne bëjmë mëkat, po dyshim. Mirë po, ose në kohën kur nuk është aktiv tauhidi si duhet, ose në pjesët ku nuk kemi informatat mjaftueshme për tauhid, por sidoqoftë në të gjitha rastet kur ne mëkatojmë, vrem se tauhidi ka munguar. Prandaj momenti kur njeriu për shembull është duke e adhuruar Allahun Azza wa Jall, apo dhe është përmes tauhidit duke e përjetu kënaqësinë e lidhjes me të. Në këtë rast, po t'i ofron ndonjë mëkat, a do të reagon të njëjtë si në kohën kur për shembull nuk është i lidhur me Allahun xhallahu ala? Po dyshim se jo. Prandaj njerëzit mëkatojnë ose për shkak të shkputjes së lidhjes me Allahun xhallahu, nuk janë të lidhur me të sa duhet, ose për shkak të mos kontrollimit të hidhrimit, nuk e haron Allahun xhallahu ala, haron përgjithësinë, haron sallallahu alaihi shikuar, dhe kur të hakmiret ose kur të derë hidhrimet i mbi dikën, të kalon kufit dhe këtu bën mëkat, nuk e bën zullum, ose si pasojë e mos kontrollimit të epshit. Dhe Ibn Qayyim rahimullah në mënyrë të mrekullueshme përmend se si është roli i tauhidit në frenimin e njeriut. Thot Ibn Qayyim rahimullah, thot paramendoj një fshat i cili për të mirët e veta, apo për të ujitur fushat e tij, ka vendosur një pend në majët e malit. Dhe ati ka vendosur një njeri për të menaxhuar me ngritjen dhe ulën e pendës. Apo varësisht sa ka nevojë fshati kur për të voditur. Po. Thot, në qoftë se personi që është atje lart, apo atje lart personi që është vazhdimisht i zgjuar, vazhdimisht në përcjellje të sasisë së ujit, vazhdimisht në përcjellje të nevojave të njerëzve, do të lëshon ujë sa ka nevojë. Por nëse ai për shembull thot kjo që del është pak, shiko sa ujë është lakman, apo në lakmia e tij është që të ngri pendën pak më tepër. Është e vërtetë se derret ujë më tepër. Por në favor apo në disfavor të arave? Disfavor të tyre, padyshim. Aneksu i bëjmë nga njëra ne ngrim pendën ton, apo duke menduar se kaq na duhet nga kënaqësia. Nga se mati ma që shohim, jo ma që pastaj ndodhet pas më tutje. Dhe padyshim se këto është mungesë e tauhidit. Mungesë e njohurinë se Allahu xhallahu ala nuk është ushqyer zemra me besim në Allahu xhallahu ala sa duhet. Wallahi, sikur sa të më kaim rahimullah. Edhe un po e them në atë kuptim, në atë kontekst. Kur zemra ushqehet me përmendjen e Allahut azza xhall, pavarësohet nga përmendja e çdo kujt tjetër. Kur zemra ndin kënaqësi dhe pretendon lumturi në lidhjen e saj me Allahun xhallahu ala, nuk i duhet asnjë kënaqësi tjetër. Kur zemra mbushet me Allahun xhallahu ala, nuk ka vend për askënd më. Por kur është e zbrazët, mbushet me gjë tjera. Andaj edhe shejtani, kur Allahu xhallahu ala krija Ademin alayhis salam nderuar. Kjo shumë e rëndësishme ta kuptojmë. E la të shtrirë për një kohë caktuar, ende nuk i dha shpirtin. Shejtani e dinte se ky do t'i konkuronte në pozitë ka Allahu xhallahu ala. Andaj prej kur ishte i shtrirë Ademi alayhis salam, grumullonte urrejtë për te iblisi. Kur i ofrua Ademit alayhis salam, ishte i shtrirë. Domthon krijesë pa shpirt. E kishin grumbulluar me lajket dhëun, e kishin frymësuar në formën që Allah kishte kërkuar, por ishte i pa shpirt. I shtrirë për tokë. Shejtani i silli vërdall, duke shikuar, u fut mrena, tha qenka e gjuaf, qenka i zbrast, apo, ky do të me diçka do të mushet. Këtu lindi tek shejtani lakmia, thot, unë do ta mbushim me të keq. Shiko pesa di çfarë kupton kjo? Se për aq sa nuk mbushim me atë që duhet, është i gatshëm shejtani më na mbush. Lejmë hapësirë. Ne lejmë hapësirë që ai të na mbush. Prandaj kur zemra mbushet tauhid si duhet, shejtani jo që nuk na mbush me diç, por ai ka frikë na afrohet.
Sikur që ndodh me Omerin radhiyallahu ta'ala anhu. Ai nuk ka ikë nga Omeri për shkak të muskullit të Omerit. Për shkak të tauhidit që kishte. Për shkak të tauhidit ishte mbush Omeri me këtë. Dhe nuk kishte kat madje kudo që afroi shejtanit, rrezet e dritës së tauhidit e djegnin atë. Dhe e shpërnin dhe e largonin nga vetja e tij. Prandaj nëse ne mushemi tauhid, do të përjetojmë kënaqësi të posaçme. Sikur që ku është kënaqësia atyre që janë lidhur me Allahun xhallahu ala, apo me kënaqësinë atyre që kalojnë çaste në amoralitet, ose në pirje të alkoolit, ose në droga kështu me radhë. Fatkeqësisht që këto janë bërë shembull i kënaqësive sot. Njeriu kur flet për kënaqësitë, i shkon mendja ku? I shkon mendja tek kënaqësitë e kufizuar të kësaj bote në haram. Ku ne kemi shpjeguar që janë kënaqësitë mashtruese. Ka që lloji dytë i kënaqësive që kemi. Ne kemi folur për to dallimet, andaj besimi në Allah xhallahu ala, tauhidi i kuptuar drejt, sepse më sigurt të flasim në emisione të tjera për ëmbëlsinë e këtij tauhidi, por rëndësia e tij është gjithashtu sikurse ti e përmend, do të thotë na ndihmon në largimin nga mëkatet. Madje jo që na ndihmon në largimin nga mëkatet e ndëruar, por edhe nëse përvidhet tek ndonjë mëkat eventual, apo fuqia e tauhidit e djeg ekzistimin e tij në këtë. Mirë, do të thënë, duke qenë ke pjesa e mëkateve që njeriu është i disponueshëm të bëjë këto gjunahe. Dhe shejtani më thënë fiton momentin që njeriu bëj gjunahe. Por pyetja e radhës do të jetë më njëherë mbasi të shkëputemi nga pjesën e parë për të ardhur në pjesën e dytë, a bëhet ndonjë shejtani pesimist me njeriu kur bie në gjunafe apo jo? Do të jetë më shah në pjesën e dytë. Të nderuar miq, do të kthehemi më njëherë në pjesën e dytë të emisionit tonë që po flasim për veprën e mirë më të rëndësishme që është tauhidi, më njëherë mbasi pyetjeve të marrim që kemi marrë në terren dhe kemi pyetur ç'është tauhidi për këtë. Fjala tauhid, domethënë për ne muslimanët ka një rëndësi shumë të veçantë. Fjala tauhid do të thotë ta njohsojmë në Allahun në punët dhe veprat tona, në jetën tonë. Domethënë të mënyrën e të jetuarit, duke njohur Allahun vetëm si Zot, duke e njohur Allahun me gjitha atributet dhe me gjitha cilësitë dhe gjitha cilësitë që ka Allahu, çdo gjë që ka Allahu në dorë, kjo është domethënë tauhidi për ne si musliman. Çfarë rëndësi ka ai në jetën tonë? Atëherë në jetën tonë tauhidi ne na bën që të bëjmë një jetë tamam si besimtar të besimit të vërtet islam, të bëjmë një jetë duke ndjekur dhe duke njohur vetëm Allahun si fuqi plot, si mëshirues, si mëshirbërës, si krijues, si furnizues, çdo gjë. Tauhidi është vetë, domethënë, adhurimi Allahut, është vetë feja, është vetë islami. Për gjithë muslimanët, besimi është gjëja më e shtrenjtë, është vetë jeta që profeti Muhammed a.s. na ka udhëzuar me Kur'anin e Allahut që neve të besojmë, edhe është litari më i fortë për muslimanin, për besimtarin që lidhet njeriu për gjithë jetës tij. Nëse cënojmë besimin, ç'a ndodh me ne? Nëse na cënohet besimi në rrugt të Allahut, neve jemi gati të mbrojmë edhe sheriatin, të mbrojmë Kur'anin, të mbrojmë rrugën e Allahut dhe të profetit Allah. Mirë, çfarë rëndësie ka ai në jetën tonë përditshme, në jetën e përditshme? Për ditë, çfarë rëndësie ka besimi? Pa besim, unë si musliman, si agji, si besimtar, e quaj veten zero. Pa besim. Nuk ka moral. Unë e kam thënë edhe njëherë kur ishë me qabe, e u kam thënë në gazetarve me Ferit Bikun, e u kam thënë kështu. Gjeni një gazetar dhe të pyesë një udhëheqës shteti, cili shtet në botë, cili udhëheqës mund të komandojë 10-12 milion njerëz vetëm me një fjalë, në emër të Allahut të bie në tokë, me ballin në sejdë. Ashtu. Nuk ka forcë të botë, nuk ka shtet. Të nderuar miq, kthehemi përsëri në studio mbas këtyre intervistave sapo ndoqëm me pinonet që morëm në terren për të vazhduar bisedën aty ku lam Hoxh. E tham, njeriu është i disponueshëm të bëjë gjunafe, sepse është krijuar i tillë. Dhe shejtani krenohet kur e çon njeriu për të bërë gjunafe. Por a bën ndonjëherë që, më thënë, shejtani mbasi ka çuar njeriu në gjunafe, të bëhet pesimist për atë që ka bërë?
ose të pendohet për atë gjë që ka bërë. Shejtani e gjelozon njeriu. Është zëliçar ndaj tij. Dhe e din shejtani se njeriu përderisa është i lidhur me Allahun xhallahu ala është i lumtur. Përderisa është i lidhur me Allahun xhallahu ala është i kënaqur. Se e ka shuar lumturin vetëm përpara kur ka qenë në kulmin. Po edhe din kët. Ai din këtë çështje. E din se njeriu përderisa është i lidhur me Allahun xhallahu është i mbrojtur, është i sigurt. Andaj nuk mund t'i afrohet derisa është në këtë lidhje. Çfarë duhet të bëj? Duhet ta shkput nga kjo lidhje, apo e që pastaj të fillon me agjendën e tij. Për zonë i lidhur me Allahun xhallahu, nuk mundet. Atë çfarë bën? Tenton me e shkput për ti. Dhe sapata që shkput robin nga Zoti i tij është mëkat. Para aq sa është e fuqishme, para aq edhe pren nga fijet e lidhjes me Zotin xhallahu xhelalu. Shkput. Po. Atë vjen dhe shkput. Nuk e marrë se kjo është nësi, kjo është, duke e zavendësuar në mënyrë jorse dhe duke ngopur epshin e tij, apo që të ndihet i pavarur ndaj Zotit të tij. Dhe kështu vazhdon njeriu në bredhjen e hutinë e devijim. Don Zoti xhallahu ala që ky të pendohet, largohet nga ky mëkat. Dhe tërë atë që shejtani ka dashur t'ia jap si alternativë për lumturi, tashmë ai është edhe një përvojë të hidhur që ka kaluar në të dhe urren. Dhe si pasojë e kësaj urrëtie, ai fillon të adhuron Allahun edhe më tepër, dhe të ndinë nevojë për të edhe më tepër, dhe të ruhet tërë edhe më tepër. Dhe kjo të ndikoj që ai të ngritet tek Allahu xhallahu ala, të bëhet edhe më i devotshëm, edhe më i dorë tek Allahu xhallahu ala. Dhe në këtë rast mund të shohim se shejtani nganjëherë mund të pendohet nga cytja që ja ka bërë birit Ademit në këtë rast. Pse çojnë gjunaf? Po pse çojnë gjunaf? Sa njerëz kanë ndodhur për shembull të cilët kanë vrarë dikën. Apo dyshim se kjo vrasje ka qenë si pasojë të cytjes së shejtanit. Në kafe të dehur e kështu me radhë. Është futur në burg, është udhëzuar. Tjetri ka bërë një mëkat të saktuar, apo është kthyer. Dhe kthimi i tij ka qenë me të vërtetë me një fuqi shumë më të madhe. Me një lidhje më të fuqishme me Allahun xhallahu ala se që e ka pas më herët. Përpara ka qenë musliman, po i dopt, i lodh, i zbat, sezonal, javor, ku e diun çfarë. Tashmë mëkati ka ndikuar dhe dim raste shumë do që me një mëkat njeriu është kthyer tek Allahu xhallahu ala më fuqishëm. Prandaj mëkati e thën zemrën e robit kur pendohet tek Allahu xhallahu ala. E bën të thyer për Allahu xhallahu ala. E bën të penduar, e bën me keqardhje dhe padyshim të gjitha këto gjendje që zemra sillen ato e bën që Allahu të dën. E lufton me ndjesinë, e lufton me vetpëlqimin. Gjitha këto i lufton kjo gjendje. Andaj kjo bën që shejtani ndoshta nganjëherë pendohet. Thotë më mirë ta kisha braktisë në atë gjendje. Në hutinë e tij. Spaku do të ishte një musliman i zbehtë i lodh. Sa të kthehet një i devotshëm dhe po afër ke krijuar. Andaj kësaj edhe mund të sikurse ka ardhur një thënie të hershme që është se shejtani ka thënë unë i mbyta njerëz me mëkate ndërsa ata më mbytën mua me kërkim falje. Nga se shejtani investon 20 vite për ta mbajtur një njeri në mëkate. 15 vite, 30 vite në mëkate, investim lodhje. Dhe ai një ditë për ditë do Zoti xhelal wala pendohet. Thot o Zot më fal. O Allah më pranon tek ti. O Allah më shtyje të kaluarën. Dhe Allah xhelal wala shtyn. Tëra investim, tëra mund me një fjallë estakfirullah shka jatë. Dhe kjo besoj bën të kënaqur, të lumtur, nga si e shtyr rregjis, andaj pikërisht rreth tema jon, tauhidi. Çfarë ka bënë që të pendohet? Wallahi veç besimi i pastër në Allah xhallahu ala. Po mos ketë njeriu besim të pastër në Allah xhallahu ala, nuk pendohet. Nuk pendohet nga se nuk nin për çka të pendohet. Por besimi i fuqishëm në Allah xhallahu ala e bën që të nin keqardhje. E bën që të kthehet. Dhe e bën edhe shejtanin nganjëherë të pendohet në keqardhje, pse e çojnë në të gjëra që ajo kthye. Mirë, kemi një hadith të Kutsi, i cili më thën është deri ku mund të keq kuptohet. Hadithi ku thotë biri i Ademit, nëse më vjen me gjunahe të mëdha, unë të vi me të njëjtat falje, gjë në fund të hadithit. Do dojmë të thënë qartësimin e këtij hadithi me që s'ka të bëjë me tauhidin.
vjen me besimin e tij, me besimin e pastër, thot, nuk më bën shok mua. Dhe ai mund të bëj gjunahe. Atëre i themi shejtanit tu që mund të bëj gjunafe sa të duash, sa të kthem Allahu më fal apo jo. Ne themi se në qoftë se ndëgjoj vëllëndron, ne deri më tani kemi folur për besimin të ujit vetëm si term. Nuk kemi sqaruar çfarë është realisht. Kur cili lloj i besimit apo sjell kënaqësi, sjell lumturi. Këtë me siguri kemi lënë për misionin e ardhshëm. Po, kur ai praktikisht. Tash jemi duke folur për rolin e tauhidit. Andaj, në qoftë se një besimtar është i pajisur me tauhid si duhet, apo atëherë padyshim se çdo mëkat që ka bërë është i rrethuar tek Allahu xhallahu ala. Tash kjo është dikur sot e guximshme. Është e guximshme për kategori të caktuar njerëz, jo për çdo kënd. Nga sa ata që kanë besim të pastër në Allahu xhallahu ala, apo ky besim detyrimisht i shtyen këta. Detyrimisht i shtyen këta që të jenë të kujdesshëm ndaj mëkateve. Detyrimisht i bën që të ruhen. Për aq sa zbehet tauhidi, kur zbehet vetëm. për aq shtohet lakmia për mëkate. Prandaj ne jemi në këtë studio tash, apo? Po. Dhe jemi në ndriçimin e dritave. A vërtet. Po. Jemi në ndriçimin e dritave. Për aq sa ka fuqi ky ndriçim, ne shohim detajet e aso që na ardhin, e studios. Për aq sa të zbehet kjo, apo fillon të na kalojë errësira. Dhe nuk shohim si duhet. Dhe unë mundem që duke vol ta rrokullisi këtë, asë nuk e shoh. Apo Kush ndron? nuk ku është. Ti mund të kërkosh lapsin ku mbet, nëse mungojnë dritat. Kur është njeriu? Kur ti fikën dritat e tauhidit, apo fillon ai fillon të kërkon sigurinë, nga se njeriu nuk don të jetë në errësirë. Dhe gabimisht vend të sigurisë apo e merr pa sigurinë. Në vend të kënaqësisë e merr dënimin. Gabimisht, nga se mungon drita. Po njeriu i mençur, apo na kemi drita tash. Dhe me vetdije, me ndriçim duke pa kët, apo nuk e rrotullojnë kët. Ka shem duke parë. Andaj themi se tauhidi jep ndriçim besimtarit që të shohë çka është e mirë, çka është e keqe. Prandaj nuk mund të bën mëkat në masë të madhe. Mund të bën mëkate të natyrës njerëzore që gabon njeriu, por pendohet tek Allahu xhallahu ala. Andaj Allahu kur thot, në qoftë se më bën mëkat sa toka, apo do të vi me falje më tepër se kaq, me kusht që mos më bësh shok në adhurim. Ndërsa me të ujë të pastër. Mos në shtohini. Po. Kjo është për të dëshmuar fuqinë e tauhidit, rëndësinë e tij, e nuk duhet kuptuar mbrapsht, apo se kjo është një lloj stimulimi për mëkat. Jo nuk është kështu. Nuk është kështu. Nga se hadithi nuk ka të bëjë me stimulimin e mëkateve, por ka të bëjë me vlerën e besimit në Allah xhallahu ala dhe ndikimin e tij në faljen e mëkateve eventuale. Andaj njeriu nëse investon në besimin e pastër në Allah xhallahu ala, për aq se investon në këtë besim të ndëruar, për aq do të largohet nga mëkatet, për aq do të shërohet dhe për aq sa shërohet do të ndjen idhësinë e mëkateve. Do të ndjen idhësinë e mëkateve dhe do të fillon varet nga shërimi dhe shëndeti të ndjen ëmbëlsinë e adhurimeve. E pastaj njeriu i cili padyshim është shëruar apo a vazhdon më tutje të ndjen idhësinë e ilaçeve, ai merr fund më. Nuk dëshiron më, nga se ka marrë fund, nuk ka nevojë më. Tash me fillon të hanë gjëra tjera, të ëmbla të shishme. Kështu vazhdon. Andaj për aq sa ka tauhid tek ne, për aq jemi të shëruar. Dhe për aq jemi të shëruar, dim të shohim drejt çka është e hidhur e çka është e ëmbël. Po, atëherë meqenëse jemi në minutat e fundit të emisionit të parë, ku kemi folur për rëndësinë e tauhidit në jetën e tij, si na mbron ai nga gjunahet dhe si na shtyn për të bërë vepra të tjera më të mira. Mund ta përmbyllim me ndonjë shembull i cili na nxisi për të vazhduar në emisionin tjetër nga të parat tanë se si kanë përjetuar dhe i kanë dhënë rëndësi tauhidit në veprat e tyre. Të shumë të raste të ndëruar që ata kanë kushtuar vëmendje tauhidit të pastër në Allahun xhallahu ala. Në krye të këtyre njerëzve janë pejgamberët e Allahut azhjal. Vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sa i ka kushtuar vëmendje këtij tauhidit. Sa nga se ka ditë se apo ky është çelësi i suksesit. Ky është çelësi i sigurisë, që i ruan besimtarët nga mëkatet, i ruan nga të këqijat, i ruan nga dilemat, është armë, sikur që folëm deri më tani. Andaj sa ka pas nganjëherë tendenca për të zhvendosur nga rëndësia e tauhidit, ka intervenuar në mënyrë të rrap Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, sikurse ka ardhur ai njeriu ka thënë,
çfarë don Zoti dhe te o Muhammed bëhet. Kuptim të respektit. Po. Tha kul masha Allahu wahda. Kështu të ndërnoj, kështu i buti, ai i mëshirshme. I drejtë. Apo thuaj çfarë don Allahu i vetëm. Thuaj çfarë don Allahu i vetëm. Vdiq sallallahu alaihi wasallam, duke vdek vëllëndëruar. Tha mos më shenjoni sikurse e shenjnuar, sikurse e shenjruan të krishterët birën e Mariamës. Thuni Abdullahi wa Rasul. Thuni Rabbi Allah dhe dërguari i tij. Shiko, vdeq duke na porositur që ta ruajmë pozitën e tij, atje ku duhet. Pse bërë tërkat? Për të ruajtur tauhidin, për të ruajtur besimin e pastër në Allah xhallahu ala. Nuk dëshiroj që të njolloset ky besim, madje edhe duke u lavdruar ai. E çfarë tim për diçka tjetër atëherë? Në qoftë se nuk bën të njolloset tauhidi në Allah xhallahu ala, as atëherë kur ne e dojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, as atëherë kur ne e lavdrojmë atë, atëherë thua vallë ja vlen që ta njollosim këtë tauhid për gjunahe e për epshet tona atëherë. Patjetër kjo është absurde. Nuk lejohet të cenohet vlera e tauhidit, pozita e tij, bukuria e tij, imazhi i tij nuk lejohet të cenohet. As kur bie fjala për lavdrimin e njeriu më të dashur tek Allahu xhallahu ala. E çfarë të bëj këtë atë? Andaj kështu i dërguari sa e ruan të tauhidin. Dhe të gjithë të tjerët, të gjithë muslimanët e tjerë ishin në gjendje gatishmërie gjithmonë ta ruajnë tauhidin e Allahu xhallahu ala. Andaj edhe luftuan. Omeri radiallahu ta'ala anhu u informua se një vend në Irak ka informata se është një varr një pejgamberi. Të kishte tendencë që të shëtnohet. Çfarë bëri? 12 varreza i qeli i hapi. 12 varre i hapi. Në përbot, apo dhe tha sekret shëtnor. E varrosi në njërin nga këta 12 varre, apo që nuk dinte askush posa Omerit dhe njërin nga ashabët e tij atë. Për të shërnjosur çdo mundësi. Me sebeb që qëndën në prishën e tauhidit. Që prishën e tauhidit. Ishin shumë xheloz në këtë tim. Nuk lejonin që këtë preket. Madje edhe me këto intervenime. Madje nganjëherë edhe burgas të njerëz, të cilët në mënyrë të pandershme dhe pandërgjeshme devijojnë njerëz nga tauhidi. Madje ka pas veprime të halife, pavarësisht se kanë qenë të drejta apo po ka pas veprime të tyre të cilat me të vërtetë kanë qenë veprime të drejtë për drejtë dhe nganjëherë të rrapta. Fundi pse jo hoç, më thon, për të ruajtur besimin e Allahut. Kushtetuta lumturia thamë e jona këtë botën tjetër. Padyshim, andaj thash të shumtë në këtë rast, të shumtë. Dietarët u futën në përburgje. Imam Ahmedi rahimullah do të thotë u burgas, u rrah, u tërhoq zvarr në përshkretin për fytyrën e tij dhe nuk pranoi, apo që një rezultat i tauhidit, një pjesë e caktuar e këtij tauhidi të cenohet. Nga se cenohej tauhidi i emrave të bukur të Allahut dhe cilësive të tij. Cenohej pohimi se Allahu flet. Kjo vetëm. Kurani është fjala e Allahut, ata i thënë është i krijuar. Apo për t'ia mohuar Allahut se të folurit dhe pastaj për disa qëllime tjera. Vetëm për kaq, shikoj këtë pjesë që na duket e vogël e tauhidit, Imam Ahmedi vuajti. E mostosin për tërë tauhidin. E mostosin për gjitha degat dhe ndarjet dhe sektoret e tij. Andaj dietarët tonë normalisht ata që ndoqën pejgamberin e Allahut azhjal, ishin ata të cilët në mënyrë shumë fanatike, shumë të sigurt e mbrojtën tauhidin e Allahut xhallahu ala. Shkruajtën libra për këtë, shëruan me vite të tëra, u shpjegonin nxënësve të tij rëndësinë e tauhidit, detalet e tij, kuptimin e drejtë, nga se e konsideron me të drejtë, e konsideron se ky është çelësi i sigurisë. Kjo është baza e të gjitha bazave. Kjo është baza e çdo dije, kjo është baza e çdo vepre, është baza e çdo lumturie, baza e çdo sigurie, baza e çdo raporti me Allahun xhallahu ala dhe baza e çdo raporti mes njerëzve. Besimi i pastër në Allahun xhallahu. Allah trojtohet. Allah nderoft, atë ky është emisioni i parë që folëm për tauhidin, duke shpresuar të flasim në emisionin tjetër më konkretisht për vërtet atë shihen që do të ketë fjala e kësaj, më thënë, e këtij tauhidi kush është, edhe kështu me radhë në emisionin tjetër. Allah nderoft. Të nderuar miq, ky është fundi i emisionit tonë të parë për tauhidin dhe shpresoj të kemi përfituar sadopak për rëndësinë të madhe që na mësoi profeti jon sallallahu alaihi wasallam për tauhidin, sepse është baza e lumturisë, është baza e të qenurit tonë si besimtar thënë, është baza e kësaj feje të njësojmë krijuesin ton,
të jemi të sinqert me ta. Takohemi në emisionin tjetër me lenin e Allahut. Deri atëherë qofshin kujdesin e Krijuesit të Madh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.